vogla. Atëre, të shikojmë si është përgjigja. Për kë mund votoni nëse zhvillohen zgjedhje së ardhshme, me gjithë zgënjyrët nga 2 partitë kryesore. Parti që mund të krijohen 46.3%. Nuk kam fare shpresë 45.1%, ndërkohë partitë vogla ekzistuese 8.6%. Tani këtu besoj është këtu është përgjigja, po është edhe drama. Mungon edhe një pyetje tjetër, sepse në analizën që bëm fillimisht pam që jo të gjithë zgënjërit janë shkëputur nga partitë përkatëse. Pra vërtet janë zgënjur, po kjo nuk do të thotë që nuk do votojnë përsëri për partitë. Shikoj, atëre tash kjo është analizë që ju mund të bëni dhe jeni të lirë ta bëni analizën. Po siç e thash të Lami javën e kaluar, pyetjet janë këto, përgjigjet janë këto. Pra, e sqaroj Zalosh, nga pyetja për kë mund të votoni nëse zhvillohen zgjedhjet e ardhshme, janë përgjigje i është drejtuar gjithë të zgënjyrëve nga 2 partitë kryesore. Pastaj ne e bëm analizën sa prej tyre janë ato që janë aty, sa s'kan votuar fare, sa kanë votuar partitë, por nga gjithë ajo 870.000 vota të ekstrapoluara nga Zalosh, në cilët nuk sot që ne flasim, se sondazhi është javor. Sot nuk janë as me PD-n as me PS-n. 8.6% e tyre votojnë partitë ekzistuese, partitë cilat nuk kanë, po sa për kujtesë, janë vetëm 3 muaj të vjetra. Pra, Partia e Shorit, Partia e Lapajt, Partia e Shehajt, janë 3 parti të reja ekzistuese. Se po të ishte për partinë e Tom Doshit, pastaj ato do kishin votuar Tomën të fitonte zgjedhjet edhe para 4 vjetësh. Pra, le të themi fokusi këtu është te partitë e reja ekzistuese. Dhe shikoni vetëm 8.6% thonë që do t'i votonin ato sërish. 46% thonë nëse krijohet një parti tjetër e re, ndërsa 45% s'kan fare besim tek asnjë gjë. Atëre e nis analizën jo për të prodhuar konfliktin ose debatin me pyetjen, po për të nxjerrë konkluzionin nëpërmjet saj, sepse duhet të shoh këtu ku është dhe do të bëj atë analizën. Ajo pjesë është gënjur ku u fut këtu sepse më rezulton. Të ndihmon nëse e kemi shifra me ekstrapolim shifra se e ka bërë Zaloshin edhe atë me shifra. Po ndoshta kur të futem në analizën e fundit, ndoshta do marrim përgjigjet e këtë, por shive çfarë kemi. Nuk kanë fare shpresë. Këtë është pjesë e zgënjur që gati nuk ka vajtur në zgjedhje, sepse tham që ishte një pjesë që nuk ka vajtur fare zgjedhje dhe mos prit përgjigje tjetër prej tyre përveç se nuk ka fare shpresë. Partitë e vogla zën një peshë 8.6% që është shumë minorene. Pjesa tjetër, këto partitë e reja, është pikërisht ai 200 sa mishi, i cili është shkëputur tashmë, plus ka dhe opinion tjera, por meqense jemi në kuadrin e vetëm këtyre që janë të zgënjur, kjo pjesa që është zgënjur, këto partitë e reja përfaqësojnë edhe individë të cilët kanë shpresë dhe janë shkëputur totalisht nga partitë e vjetra, po janë edhe të persona të tjerë cilët janë të partitë e vjetra,